pasha besën e Zotit. Atë ditë që kanë ecë forcat serbe, nana më ka nalë, tha, gon, mos u vana shumë këqyr bëna qara se asnjë kill millën të shtëpia. Unë mendoj që ka qenë dita më e rëndë e gjithë luftës për mua. Nuk e di thëdhi ushtar, ju që kësë ma ka dhoni thesmil, tha se s'ka mo krizë, ma ka dhoni thesmil, e ku marrë, e ku mbetu me familje. Po dashti Zoti edhe u çliru veni, sot na ka bëgu Zoti me tanat mirat. Ata që banën luftën, ata që luftuan për lirinë e tyne, janë vërtet herojt e vetë jetës tyne. 16 vjeç që ka marrë pushkën e ka dalë ka luftu, po inshallah gjithmonë sa herë ka nevojë Kosova të ketë djem, të ketë qika që i dalin zotat dhejt, e mbrojnë shpragun e shtëpisë, e mbrojnë trollin e vet, se nuk kemi atë dhejt tjetër është. Atë dhejt jonë është ky veni jonë, ky tokë jonë, Kosova jonë. Historia e Kosovës është shkruar një herë, nuk rishkruhet më. Liria e popullit është pagu me gjakun më të njëm djemëve dhe qikave të time. Nuk ka nevojë me derë gjak, sot ka nevojë me punu. Sa djena në fshatin Tërnov, do me thonë? Po, pikrisht ne jemi një fshat i vogël, realisht në për dokumentacion shkruan si paralagje fshatit Kllaternic. Për ndryshe që nga pas lufta, emnin e fshatit tonë Tërnov e kemi shëndëruar në fshatin Shpat, pra me tren tash është një fshat, ku ka 3 lagje dhe të 3 lagjet gjenden në për 3 kondrinat ndryshme, prandaj edhe në për këto 3 shpatina, ashtu kemi marrë vendim që të emnojmë me emnin Shpat. Pra jeni fshatin Shpat, komuna Skënderajt. Çfarë fshati është? Që përça njihet Tërnova ose Shpat? Ka shumë vlera. Fshati jonë i vogël është vërtet i vjetër, daton qysh mati, simas disa fakte arkeologjike që ngjet, do të thotë ka jetesë në këtë fshat prej shekullit 3 terës tonë, pra rreth 1700 vjet. Babgjyshe, 4 gjyshe, dhe sa mund më rrim kështu me mba mendje, do të thotë i njohim të parë tonë. Kështu, mendoj që ka vlera mira. Është i populluma, kanë shumë vendin. Vërtet është bëshatis, keq, sidomos viteve të funit, është bëshatis shumë, po mungoj njerëz, megjithatë ka jetë, në për 3 lagjet ka jetë, ka njerëz, ka fermer, ka blegtor, ka bletar, ka bujq ndryshëm, kemi mësimdhënësa shumë. Pra unë mendoj që një prej fshatna më të vogla në komunën tonë, që ka mësimdhënësi më shumë të në komunën tonë. Me marrë pjesëtim me fshatra tjera dhe me numër banorësh, pra besoj që jemi nisha për mësimdhënie në për shumë shkolla në gjithë komunën e deri në fakultet. Pse mendon që e kanë shumë vendin? Është pak fatkeqësi se shumë fshatra të Kosovës kanë mbetë krejtësisht poshatisur. Pse po mendon që po ikin prej këtij vendi? Po besoj që një prej arsyeve kryesore është mungesa e punësimit. Derisa njerëz nuk kanë punë edhe të ardhna të mjaftueshme, ata përpiqen me gjetë forma dhe jetë më të mirë. Punë më të mirë, të ardhna më të mira, pra janë shumë elemente që e kanë ma që veni jonë me u bo keq mungesë të popullsisë nga këto arsye. Se infrastruktura ka mbërri, rryma është, rrugët janë, pa ujë nuk jemi, është një ujëses që në përgjithësi mundi me thonë funksional. Megjithatë, mungesa e punësimit, mungesa e perspektives për të ri, besa dhe shumë arsye tjera, mungesa aktiviteteve fizike, aktiviteteve kulturore, artistike, cilat shteti bajag i kalon masdore dhe këto ndikojnë që njerëz me humb shpresën, me humb vullnetin edhe gradual boshatiset. Jemi me të numër i vogël i banorëve që po jetojnë këtu, po besoj që e kemi për me nejtë këtu edhe stojmë e lëshu fshatin tonë. E do Zoti që sa ma shpejt kthehen edhe tjerë, vinë tjerë të shumohet fshati prapë. Inshallah ndodha mo. Inshallah. Pak problem se cili po këshyr veç jashtë edhe ju ka pikën në tru se cilit, sidomos trive. E vërtet. Edhe sa dhëmshme është për ty si ish ushtari ushtrisë çlirimtare të Kosovës me po vendin për cilin ke luftu në këtë gjendje? Vërtet është të dhëmshme.
Derisa kujtoj që Hasmi, armiku, na ka ndjek me tangë se topa, na ka vrarë, na ka përndjek e na ka djeg, edhe nuk e kemi lëshu katunin. E sot në këtë liri, në këto kushte, në këto rrethana, me u tërhek prej katunit, për një jetë nashta më të mirë, për një lloj arsye, çfarë do të qoftë, po është aja arsyeja nacionaliste që nuk do të mja kthy shpinën shtëpisë të babës, shtëpisë të babgjyshit, trollit tan, stërgjoshor, pra nuk ish dasht më ndodh kështu. Dikush është fajtor për këto. Po është edhe aja që njerëzit nuk pe ndjejnë qatë ndjesinë çfarë unë e them, do të thotë që nuk është dasht për asnjë lloj kushti me ja kthy shpinën venit vet, trollit vet, stërgjoshor. Agrena, po na fol pak më shumë për veten. Ti ke qenë pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Tash me qa merresh, çysh është një ditë e jote? Çysh janë 20 ditën te? Po dita është si mshat mo. Një ditë që vërtet ka dinamikën e vet punëve, të aktiviteteve të ndryshme, derisa mirë me blegtori, me bletari, me shpestari, me bujqësi në tërsi, kështu me marë, me toka, me ara, me gjana, do të thotë ka dinamikën e vete, ka obligimet e veta, detyrat e veta, lopa dojnë më u këshyrë, pullat gjithashtu dojnë më u lëshuë, më u qite, kanë punë, tani koha verës, me të mbjellura, edhe me premtari, ku gjë shumë, do të thonë, po marrin mund, po marrin ku, megjithatë është një rutinë e përditshme ku në vazhdimsi, në çdo herë në mëngjes e kemi afër këtu 4 kilometra bashkësinë lokale më të madhe të Runikut, dhe atu mbledhemi shok për i thuja për gjitha fshatnave për rreth ku gravitojmë prafërsisht rreth 12 fshatra në bashkësi lokale, apo një e 5 gjithë qytetit Skënderajit në bazë numrit banorëve sa jemi, nashta jo tash sa janë, po sa kanë qenë. Pim kafe, bëjmë mohabet, bashkëpunojmë, ndajmë hallet e nevojat me njëri tjetrin dhe kështu që ka daldale mas asaj kafe rikthehemi secili në për punët e veta, në për fshatrat e veta, në për lagjet e veta, edhe i përvishëm i punëve të cilat na përrisin për çdo ditë Zotit, që duhet me i bë patjetër. Do të thonë çdo ditë janë nisni bashkë. Pothuajse çdo ditë. Që është natyrshme, përveç kur është ndaj moti lig, qoftë në reshje shiva, ose dimnit që ka ma pak punë, po në përgjithësi është një rutinë që njerëzit dalin e pini kafe, shqyqër Zotit liria ka mbri, njerëzit janë të lirë, mundësit për punë, për aktivitete, për çdo gjë janë të lejushme, çka është ligjore, njerëzore, dhe thotë edhe kështu që marrim hapa tonë për punë tona, në për shtëpitë tona, për interesa, për pasuni, për çdo gjë tjetër, për familjet tona shkurtimisht. Agron, ti e ke përjetuar luftën. Qysh jeni atëherë, edhe ke qenë shumë i ri kur je bashku ushtrisë çlirimtare të Kosovës? Kapitulli i luftës është një sferë veçantë, mund me thonë, sidomos për ne që kemi qenë pjesë aktive e luftës, sidomos ne ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pra është një periudhë ku kalon mbresa të pashlyeshme, kalon gjurmë që nuk mundëm dot me hjek. Qoftë për të mirë, po edhe disa që vërtet na ndjekin nga pas si mërzia, si kujtimi, si nderi për ata që kanë ra, e kanë dhënë gjithçka, do thotë kanë dhënë shumë fish, më shumë se ne që jemi sot këtu dhe jetojmë të lirë mbi gjakun e tyre. Lufta ka qenë si luftë ma, asnjë njeri nuk e dëshiron. Por e ki shumë të impunueshme. Ishte e pamundshme. Për çdo ditë hordhit, Karpatët, armiku gjakatar që na kishte sundu për qindra vjet, viste, ndjekte shtëpitë tona, për ndjekte popullin shqiptar. U moshën mërgata me të përndjekun politik e në forma ndryshme, pra u zëmtu edhe erdh, se siç thotë e fjala e popullit, gjitha këputën prej sholli, veç zullumi prej strashi. Neve na trashi zullumi në Serbia. Fatmirësisht djemët më të mirë t'i veni, celulat e para ushtrisë çlirimtare të Kosovës me krye me komandantin legjendar Adem Jashari,
që për një dekadë tërë qëndroi i pathyeshëm, si roje e familjes e fshatit Prekaz, po edhe celulave të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Formoi, aktivizoi njësi gjithandej sa që mbërriu të formohet ushtria shqiptare e Kosovës, ku sot numrojmë mijëra djem e qika, cilët e kanë rrok pushkën, mijëra djem e qika që ranë për liri, pas amanetit dhe për kushtimit komandant legjendar, pas nismes për rrugën çlirimtare. Pra, një epokë mjaft sfiduese, mjaft e rëndë, mjaft e ndjeshme. E mërzitshme natyrisht, na mungojnë shok, na mungojnë bashkëfshatar, na mungojnë shumë bashkëluftëtar, djem me qika të reja, burra pleq, nana plaka. Gjithandej vendit tonë, po edhe këtu ndërnis një prej vendeve ma të mëdha që ka ndodhur, do thotë edhe masakrat, edhe vrasjet, edhe luftat, ma të egra, sidomos gjatë kohës luftës fundit. Ti ke qenë shumë i ri. Ke qenë veç 16 vjetë kur e ke kap pushkën me luftu. Edhe, apo na tregon pak ma shumë, ka të lindja ajo ideja me kap pushkën edhe me dalë edhe me luftu për këtë vend edhe me mbrojt familjen tonë edhe njerëzit e tjerë. Vërtet, neve na formoi koha. Na formoi kohën. Tash më thon dikujt edhe 16 vjeç që ka marrë pushkën e ka dalë ka luftu. Koha jam e sotshme e moshës të tërshme nuk janë gjendje me dalë natën vetëm për jashtë, jo më nejt në istikam përballë një armiki gjakatar me gjithat armatim që kishte. Megjithatë na formoi koha. Ku e morë të atë guxim? Aja dhe dashuri u lind pe të parëve tonë, pe prindve, pe katonit, pe rrethit, pe njerëzve që na rrethon. Pra, kur gatuesh me një brum, nuk ki çfarë del ndryshe. Unë thjesht e kom pas një mundësi, mu ka dhonë mundësia, e kom pas vullnetin, ma ka falë Zoti atë guxim, e kom marrë një pushkë, sa herë kish pas nevojë edhe sot edhe derisa të jam gjallë, me ju përgjigj kushtrimit për vend temin. Mendoj që nuk ka gjë ma të mirë, se njeri kur japet një mundësi me bën diçka për vend vetin e me bë. Është çush më thon, është sfiduese natyrisht, për shkak sidomos në moshë tre, po jetë e lën një gjurmë, e lën një vepër, se të ke fundit një ditë gjithë të përfundojmë ciklin tonë jetësor. Megjithatë, gjurmët që kemi lanë gjatë gjithë jetës ato mbesin kujtime, trashëgohen bes pas brezi. Kështu e kemi rujt deri këtu, kështu e kemi rujt gjuhën, e kemi rujt kulturën, në traditën tonë. Se na shtet s'kemi pas kurrë deri me 2008-ën. Por kemi mbjetu në këto lloj situatash pas brezi, duke ndëgju qysh kanë ratë parët tanë, në për çfarë luftash e çfarë lloj sakrifice kanë bë. Pra deri në momentet e fundit luftës shqiptare do Zoti kurrë nuk ndodh më, po inshallah gjithmonë sa herë ka nevojë Kosova të ketë djem, të ketë qika që i dalin zot atë dhejët, e mbrojnë shpragun e shtëpisë, e mbrojnë trollin e vet, se nuk kemi atë dhejë tjetër është. Atë dhejë jonë është ky vend jonë, ky tokë jonë. Kosova jonë. Edhe një jetë mi pas, i kishte dhënë për këtë. Pa tjetër që po, me plot nësi. Plot nësi. Mendoj që nga ajo ku e kaluame, e vetmja gjë që më ka met mbreng, do të thotë është pse nuk përfunduam edhe na si shumë dëshmorë tjerë. Tash dikush mundet më thonë pse thotë kështu. Ka vdekje më të mirë se për liri. Gjithë një ditë do të vdesim, se përfundon cikli jonë. Po vdekjen për liri s'unesh me gjetë, s'unesh me marrë. Njëherë t'japet mundësia, do shton 10 breza kalojnë e t'japet një mundësi me dhonë jetën. E atëherë nuk vdes kurrë. Ashtu që nuk vdesin as një djalë, as një qik i këtij vendi që kanë ra për lirinë e popullit. Edhe zogjt në mal që rrinë e fluturojnë të lirë, nga se jetojnë mbi gjakun e dëshmorëve, e djemve, qikave, trimreshe që kanë dhënë jetën, pas gjithë asaj sakrifica, do thot, e kanë sublimua edhe me jetën e vet,
që na të jemi të lirë, e që tysëm, mundu me dhonë intervista, mundu me pi kafe, do të thotë, gjithë jeta është mbi gjakun e tyne. Asnjëherë s'do të më harru, gjithmonë do të më nderu e më kujtu. Me të në kokë që ta ndhimet vetja që se kom do jetën atëherë, edhe s'kom përfundu si shokët e tjerë. Nuk është citat veçimi. Po, e di Mendoj se që është po, i gjithë ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. I gjithë është pjesës dërmuese. edhe unë po du me të falenderoj ty edhe se cilin që ka luftu për këtë vend, se fal juve që e keni marrë pushkën, e keni marrë armë, na sot jem këtu. Deri është e Edhe- joni që në vëlla mundësia me luftu. Sinqerisht po them, nuk ka gjama knatësi pa marrë parasysh sfidave tjetër që ballafaqohemi, qoftë mungesë të ardhmave, qoftë mungesë një pune, qoftë mungesë një respekti, që fatkeqësisht u bë trend sot me u përbuz, me u shtyp, me u shkel, me u fol fjalë liga për luftën e UÇK-s, për djemtë e tyre, e sajna, qikat e luftës. Pra, ndëgjojmë, shohëm gjithçka, shohëm lloj-lloj komentesh, lloj-lloj prononcimesh, lloj-lloj gjanash, megjithatë është nder. Se kur ma nuk kemi mujt me zonë edhe 1000 vjet me jetu. Atë rrugë, atë vlerë që e kemi ngrit edhe vetes edhe vendit tonë. Pra është një mundësi që nuk kthehet më asnjëherë në jetë. Prandaj nderi është për neve si ushtar të UÇK-s që na ka dhënë mundësia me luftu e të lumt ata shok e shoqet tona që e kanë dhënë edhe më të shtrenjtë në jetën sepse ata na nuk vdesin kurrë. Kjo është vendimi im edhe E si ndjet një ish ushtari UÇK-s me i dëgju ato fjalë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Nuk po du me i përmend se kanë qenë këgjasi shumë trona, janë mundu me përrull figurën e UÇK-s. Qysh njihet një ish ushtari UÇK-s? Nuk i dëgjon ato fjalë. për një kohë të gjatë, unë personalisht i ku marrë si trana. Megjithatë, me kohë e kom kuptu që njerëzit kanë mungesë aftësie. Jo të gjithë mundën me kuptu një realitet ndryshe. Jo të gjithë mundën me kuptu një rrugtim aq të rëndë, aq të bujshëm, me plot sakrifica. Pastaj ndoshta ka dhe elemente ku ndonjë prej ushtarëve apo komandantëve të UÇK-s nuk kanë nejt bashkën vijat çdosha gjatë kohës pas luftës, kohës të lirë, qoftë apozimin me pozita zyrtare apo mashtrimin me interesat ndryshme që janë krejtësisht gabime njerëzore. Por që jo ta- tash me shti krejt me një Nuk thes, mundesh që me ajo shti është në e thes, dhimbshme, se Nuk mundesh me shti me një thes, e kjo është mungesë e atij akceptimit njerëzor se nuk mundën me dallu, se dallon edhe gishti për gishti, jo njeri prej njeri. Pra, jo të gjithë mundën me konë njëjtë, së cilët i ke fundit i marrë gabimet me veti. Po dhe çka do qoftë që bën një ish luftetar. Falni shprehjet e përdorin një thënie. Të zhveshur të ecin rrugës, vlerën e tyne nuk do ta merr asnjë njeri, asnjëherë. Se është vlerë e ngritur me plot sakrificë. Aksidentalisht është çallaj në këtë jetë. Prandaj, si thoi keni babgjyshi jam, diku i ka hije, o po nga ngoj, e për dikan asnjë fjalë ligë. Prandaj, nuk i takon asnjë fjalë ligë. Lumi ai që mundet më rujt, e nuk e baltos vlerën e vet, nuk e qet në qatë peshore, ku njerëz me kontestu të bamën e sodit me vlerën e djeshme, megjithatë, çka do që bën e ka një arsye. Jo të gjithë kemi mujt me shpëtu pa u lodh psiqikisht, pa na rrok një lloj smundje, pa na kap një ankth e asaj kohe. Pra, po bëhen 3 dekada, asnjëherë në jetë nuk e kemi pas asnjë seancë psikologjike. Asnjëherë, asnjë luftetar. Për një ka 6 muaj, shumë po pikërisht. trauma pa u shëruar Bravo. edhe Për një mision 6 mujor, një ushtar amerikan që shkon diku në botë, mision pa qërujtës. 6 vite nuk janë alë tratmanin psikologjik. Ne kemi mbjetu një luft pas gjithë asaj torturë
Që na ka bo Serbia, e kemi bo një luft krejtësisht pa barabart, duke pa e përjetu gjithçka, e asë një orë vet me tretman psikologjik, e përdon me fajsu dikan, jo, do të më fajsu shoqënia, shteti, institucionet, se vërtet kanë bo pak në këtë aspekt, prandaj nuk do të me pa shumë kusure, mendoj që se cilin njeri që flet një fjalë të ligë, për ushtarët të QK-s, për krerët të saj, për gjithu që kanë, ban ligësi për veti, një los vetën dhe familjen e vetë. Nuk i ban gjatë dam, nuk mundet kërskosh mu më mëfyt dikush për Prishtina, për Prizrenja, të marrë si fjalë, si shamur kështu. Pa marrë parasysh respektin që kam për gjithë andej, se nuk kam lokalizëm, kështu me thonë, jo Ndrenica, jo Dogagjini, asë njëherë si kom da, si ndaj kur. Megjithatë, ka të qoftë ai person që më fynë mu, nuk më rrinë fyja tina të unë, asë njëherë. E një vetën, e një rrugët e mi, e një shokët e mi, një bamat e mi, e i shaj, i preki, i ndjej, dhe thotë, është e pamundshme të më fynë, ai thjeshtë mundet me ndotë me fy vetë vetën, jo mu, jo shokët e mi. Thojnë ofendimi që vjen prej balte, nuk të bën pes. Ja, s'mundet të më bën pes. Shumë mirë e the edhe, se për luftën edhe për ndjesitë e tua, gjatë asaj periudhe kena me fol edhe një herë tjetër. Sot kena mundal pak ma shumë të puna jote. Qa bën sot një ish ushtari u QK-s? Me qa merresh ti? Kryesisht, Kanë qenë vitet e tua prej pas lufte e deri sot? mas kohës transformimit të QK-s në TMK, kam shërbyer gjatë në trupën mbrojtësit të Kosovës, një si elitare, si garda kombëtare, brigada 2 gardisë dhe mlinaj. Jemi kanë rreth 140 veta. Kemi shërbyer ato për 6 vite gjysmë me radhë. Po ato po banën tranzicione, banën ndryshime, sot nuk jemi më në punë. Unë nuk jam ato, nuk jam pjesë e ushtrisë, edhe nuk kam qenë pjesë e asë një punë tjetër zyrtare që dikush ma ka ofru si ushtari u QK-s. Përveç një mandati 2017-2021 ku qytetari më ka zgjedhë si me votën e vetë si asamblejist kuvend komunal, pra kam shërbyer pjenitet shumë as sa kam pas mundësi të shërbej vendit tam, qytetarëve të mi, të jap një kontribut të lanë gjurëm të vazhdueshme se një njeri që punon diçka, ka me punu për ditë diçka. Ai që ka një punë, i ka 100 punë. Ai që se ka një punë, realisht se ka asnjë punë. Unë jam i prirë që ashtu që të kam shumë punë. Të punoj ku do mundem për të mirë, qoftë, jo vetëm për njerëz, po edhe për shtazë, për shpenzë, për biodiversitet, për çdo qoftë që jap një diçka të favorshëm për ekzistencën e natyrës, e njerëzimit, e çdo gjaja. Mirë na me lop, me bujqësi, punoj mbi 20 hektar tokë, kam një 6 copa lop, pula mbajmë pak ma tepër, shumë herë mbi 1000 copa, e kam një pemtari me rreth 1800 trupa, kujdesem për to, kemi pemë tona, me perimtari, kogja shumë, sidomos me kunguj, shalqin, pjepën, bashqët ndryshme, kofshët ndryshme, dhe më tonë, pa tjetër. E vetë merresh me krejt të gjana, dhe po mundesh me ja dalë, normal, me përkrajën e familjes. Po natyrisht, me gjithë familje, me shoqen, me prindërit, me fëmijët, me secili, po thuj se her pas herë me na pa kur është në avaz i gjithë punëve, me na pa gjithë secilin detyrën e vet, u mënu me rrethu punë, kujton që këta me të vërtet buks pas kanë përndesër me hangër, megjithatë e bojmë me plot përkushtim, me plot natësi. Jemi në trullin tonë, vendin tonë, shtëpinë tonë, tokën tonë, do thot, është edhe krenari, është edhe knatësi. Pastaj është trojeza, aja cila na bashkon me produktet tona, e punës tonë, ushqimet tona, e gatimeve tona, pra e ka vlerën e vetë të merresh me gjana bujqësore. Absolutisht, edhe bravo që merreni. Unë e di që s'ke dashur asnjëherë me të shu këtë vend, përkundër mundësive që i ke pas nështë me dol jashtë edhe rrugave pak ma të mira, e krejti, ke dashur me nejtë edhe me kontribu në vend tonë. Pa tjetër që bo, nuk shoh asnjë... Asnjëherë nuk të ka shku në mena, asnjëherë si e lodhë. Ja, s'moj mu lodhë, nuk di mu lodhë. Në punët e mija, mes me pas sfida tjera cilat
Realisht nuk kisha dashur asnjëherë me u sfidu për gjëra tjera të punës, as nuk likështona, as nuk nervozona, asnjëherë nuk mërzitna për to. Është kënaqësi me pas punë, edhe na kemi defekte, qoftë makineri, edhe na kemi të lashe, qoftë motit, e të thatësirave, të vërshimet, të lloj lloj të lashe që sfidohemi, megjithatë nuk janë punë tona, na e kemi punën tonë me bë, e është një Zot i madh që i sjell bereqetet tona me tona të mirat e veta, si vjet ma keq, vitin tjetër ma mirë, është sfiduese, nuk është e rënë, shteti është përkushtu mirë, kemi subvencionime të mira, nuk janë të këqija subvencionet për tokat tona, pra edhe kjo po na ndihmon shumë, që të kemi mundësi me punu me bujqësi, se nashta mos mi pas si të subvencione si shmarr, asun s'kisha mujt me marrë se si ja vlen barra qeran pastaj. Megjithatë, është mirë, po jetoj mirë, po punoj mjaft, vendin tonë, shtëpinë tonë, është kënaqësi vërtet. Po çfarë po mendon për njerëzit edhe kryesisht rinin që s'dojnë me punu në vend vet edhe me çdo kush dojnë me dalë jashtë edhe me lëshu vendin? Është mashtrim, edhe ka punë në Kosovë, po edhe është çështja tjetër. Ka të dush në botë në të shkon, në parajsat më të mira të pasurisë që e ka ky lop. Nuk ka me gjetë bukë më të mirë, e ma kallaj, e ma me shije se në vendin e vetë. S'ka mundësi. Tek e funit tonë për një kafshot gojës punojmë. E që ato që piki mas mirë, të me shije në më të mirë, pranë të rullit tanë, pranë shtëpis tanë, pranë të afrën me tu. Që ato për dhe me ndryshu, vërtet, mos i pa qa bërqë, se që thujmë na. Mendoj që është e gabushme, pa u këthy qarës kanë. Po thua? Ja, është e pa mundshme, se s'kanë me gjetë ma mirë. Thjesht vonesat mundën me konsfiduse edhe kanë me pas pasojat e ta, ama duhet sa ma heret me u këndel edhe shteti, institucionet, që mi u dho mundësi me u readhësu njerëz, me ardhë, me hap fabrika, me hap mundësi punësimi, me pas njerëz të ardhna të mjaftueshme që mi avle barra që i ranë e punës që e ban për shpenzimet që i ban për familje, për jetën e vetë. Pra edhe shteti duhet jetë i pari, mekanizëm që duhet ta ndryshoj politiken e t'jap mundësi më të madhe të rive, e të rejave, e të rinë vendin e vetë. Nështë dikush nuk ka me u kthy, e ka gjetë jetën e ma mirë, po me ko ka me koptu, do më thonë që e ka bo një hap të gabushëm, se nuk ka me gjetë atë dhe tjetër. Ka du shko, nuk ka vend më të mirë, se këtu qoftë për në aspektin kombëtar, që runë tokën e vetë, runë shtëpinë e vetë, qoftë edhe për çështje tjera që kanë, nështë sot i marrë pak ma shumë do para në Gjermani, në Amerike, ku të qoftë. I ka gjepat plot, po zemrën e ka mas brast. Se edhe nështë atë gjallët mundet me i pa me një Viber e WhatsApp e diçka tjetër. Po nuk mundet me prek. Pra jo krejt i ka të lejushme. Është me kufizime. E unë për veti nuk moj me bobal me pas asi lloj kufizimi. Tu me prek e me shiju se cilin san, se cilin gjan. Edhe ta fërmen e mi, edhe shokët e mi, e derit e varret, për cilve vim gradual, ata kanë lëshu këtë bot, e na presim me lëshu, e vin tjertë pas nesh. Pra, njerëz duhet me pas kujdes, mes me la që shumë pasoja që mes me mujt me i revitalizu pastaj. Ki nevojë po. A është pak e dhëmshme për shkak se nuk pi jipet mundësia as në vendin tonë. Ti shumë mirë e the vendet e punës. Ka shumë njerëz që kanë kry shkolla, kanë kry fakultete dhe asnjëherë se kanë gjetë vendin e punës për shkak të nepotizmit e këtyre gjanave që janë shumë të theksuar në vendin tonë. E vërtet se shihet do të thotë që mungon meritokracia. Te ne mbrenda një familje i ki 7-8 punësum në për institucione kredibile. E i ki 10 familje tjera që nuk e kanë asnjë atë punësum. Jetojnë ashtu si s'dinë, si s'munën, si s'kanë... Me një rrugë 3-400 euro edhe... Me bau shtella, me vendërtime. Do të thotë, thjesht,
nuk begjojnë veten për shkak qësoj forme të mungesës meritokracisë. Edhe jam detyru masane me të shuvenin. Janë detyru, patjetër. Është edhe për shkak se mundemi me bo bre diçka dhe këto. Mundemi, po thjesht mungon që shata edhe te fokusi, meritokracia mungon, për shkak se ata në pozita për shfrytëzojnë autoritetin zyrtar. Shfrytëzojnë autoritetin zyrtar për interesa veta të ngushta të familjeve, do të thotë sekta, edhe nuk e kanë lënë kanë barahatu për i rrethit vetë familjar, ndërsa shokët, miq, dashamirë, njerëz që meritojnë detyra, shumë herë kemi ndëgjuar nëpër media që një djalë ose një vajzë me fakultet punon kamarier, ndërsa nëpër institucione punon dikush që s'ka as shkollë fare. Pse më ndodh kjo? Kjo është të tërshme. Okej, nëse kish ardhur puna për një vend pune, të dy me një fakultet, njëjtin fakultet, me të njëjtën përvojë pune, po që dikush e ka një tafërm, një lidhje, apo qoftë me një kategori e veçantë, qoftë me u respektu si vlerë e luftës, ata çdo qoftë, edhe janë barabartë, në rregull se njëri duhet favorizohet. Veç ky kontrast që ne i pa shkollë tjetë në institucion, e një me fakultet qëtë kafe e të shku në shpuzore, dhe të të është Erlan, kjo jo një, po mira tjerë i nëzit që mos të rinë këtë vend. Pra deri që ato shkon kjo mendësi, prandaj duhet me luftu dhe shteti duhet me kanë ma vigilent me rregullu këtë çështje mos me kështu. Po të ke fundit cili shtet, kur nuk mujti hala me kriju qeverinë, apo kupton është pak e dhemshme, edhe unë jam gjenerat e re edhe tash me bisedat mes miq, gjithashtu ajo fjala nuk ka sen këtë vend. Nuk ka sen këtë vend, nuk ka më bo mirë kur këtë vend. Kjo formë vetë dhemb, është e dhemshme. Dhemb, është shumë e vërtet. Kjo formë vetë dorëzuese, unë nuk e as nuk e aplikoj, as nuk e preferoj. Njeri përballë sfidave duhet me u kalit, me u bo më i fortë, me u rezistu për me mbijetu. Si që thot një fjale, poplit edhe puna ron, edhe lëhenja e ligë nuk e qetë. Pra, për këso lloj sfidash duhet me u kalit, duhet me gjetë forcën, koshte kusht, me mbjetu. Duhet me dalë për para, duhet me i stopu gjanat e liga. Si shoqni, unë e pak e te, a i tjetri se cili, për veti, mas po. Për veti, për kojshin, për shoqnin, për familjen, pra me i luftu gjanat negative, me i stopu, se nuk ka qeverin botë, nuk ka popull në botë që se meriton qeverin e vetë. Edhe na meritojmë që qeveri. Qështu jena, qka përderdhën, pa kry. Prandaj është pa kry është shteti jonë, sot për sot. Dhe më thonë, edhe vete kena votu. Vete kena votu, vete kemi zgjedh, pa morë parasysh aja kom thonë unë ajo votën, janë shumica që ashtu e kemi në kryt, s'kem qeveri, mbojmë zgjedhje, sun rregullojmë qeveri. Presëm tash me shku në zgjedhje tjera, shkelet kushtetuara. Janë krejt hargjime këto, apo kupton se krejtën kosto. Nuk është puna veç po bëhen të zgjedhje, ato janë krejt hargjime, janë pore tunat që hargjohen. Pikrisht, pa nevojë. Miliard euro që shumë e drejtë. Hargjohen edhe është për një Shumë e drejtë. Fatkeqësi është dëm i madh. Me ato mjete të riorganizimit një palë zgjedhje, kishin mujt me u hapi një fabrikë, me u punësu 100 vetë me ka 5 antarë në familje, bujnë 500 banorë këti veni, 500 sot e 500 nesër, na ishte në njerëz në punë, të arnat rritën. Të thotë, më rinë ku duhet, po kjo nuk ndodhë, se s'ka vullnet. Apo jo veç fabrike, ka shumë shatra që s'kanë as energji elektrike të rregullt, as nuk kanë ujë sjellës, kanalizimet e këtu, kanë mujt mu rregullu shumë a shumë sene, se sa me derë tash në gjona shkrejt pa rëndësishme, apo kupton, po thjesht janë. Vërteta është se ne më shumë i besojmë një muj ditë fushate se 4 vjetë qeverie. Fatkeqësisht.
ma tamlas edhe ata I zgjedhin format, modulat, qysh me I bin qytetarin, pra Edhe ma në fund tamla, asnjë ndryshim s'po ndodh. edhe s'ndodh asnjë ndryshim, pastaj 4 vjet I ki qeveri, çfarë ke pas përpara, nuk Fiks, ndryshon fiks, asnjë gjë. A për një muj dit ti të knaqet zemra dhe mbushen sallat e krijohen shpenzime marramendse edhe që ati qytetari të irritum që dej dje u anku, bindet gradualisht mas fushate edhe kur vje funi I zgjedhje vaj shtrëngohet një drejtim, e merr një drejtim, del në votim edhe zgjedh diçka që s'ka kur farlloj epilogu ma në fund se s'bëhet asnjë gjë. Siç ndodh në qeveri, po ndodh fatkeqësisht edhe në komuna, gjithandej e njëjta çështje. Zgjidhen njerëz të gabueshëm për detyra të caktuara. Edhe kjo kushton, kjo tepër kushton. Kushton në taksat qytetare, po dhe në vetë jetën tonë. Prandaj vendi jonë po beshatiset, fshatnat po shuhen, kjo ndodh. Po dojna mu harru krejt. Jo, ma s'kemi la ma harru veç, ka dale që shtu Po me punu thua, të bashkë. Ja, se unë jam hala nuk- optimist, hala jam optimist. Jo, optimizëm sa dush, po seriozisht. Pe bëj pak si me humor, Po, na stradini kur nxej ke dili, tha kojke, që u bon, tha tash ka më roshi. Kur bike shi, tha keshke, tash tha që u bon, tha valla, tha ka më nxej dili, pra. Unë po besoj që kanë më orë ditë mira, se ma kesh nuk ka ku shkon. Do zoti këndellemi, këfillemi, punojna për vend tonin, pa anime, pa politika, fiks. pa nërskanca, pa selektime, me meritokraci, me nder e me njerëzi, që kur të bish një cent shpitane, kur vjen mramja me flaj dathën. E jo me pos kasa vetë, mos po vje shteti me të zona, po të vje policia, hetësia, prokuroria, dikush me të vetë ka ke morë që ke bo. I mjeri që bjen një cent në shpyt vetë, të njerësës të huj, e të kundërliqshme, se rahat s'ka mu bo, asja shehojrin, edhe qështu, gjithu kanë kjo. Fiks. I lumi aj që s'koritet. A grën për pjesën e luftës. Ti ke qenë veç 16 vjeçar, po familja, ka janë konë në ato ku? Babën e kemi pas në Gjermani, e këtu kemi qenë 11 antarë. 9 fëmija, nana 10 dhe gjyshja 11. Fatmirësisht, gjatë gjithë luftës nuk antarët ngushtë familjes nuk është dëmtu asnjë. Unë kam qenë ushtar, edhe për një kohë dhe vllavi jam më kanë ndihmu qoftë në roje, qoftë në ndërrim të rojes, vetëm për një periudhë kohore, sidomos gjatë kohës të bombardimeve, vetëm pak ushtar realisht. Edhe kisha nevojë edhe për ta, që qoftë një kohë pas dite, me armët e mia, të njësive tona të na ndrojnë edhe fëmija më të vogël, me pushu pak, me undru pak, kjo është një realitet. Kogja e rëndë që vërtet do në shumë fjalë me folë, me përshkru. Megjithatë si familje, këtu kemi mbjetu edhe kemi prit ditën e çlirimit në të troje. 10 rafshatna këtu për rreth, është e vetmja familja ime që ka mbjetu edhe ka qenë prezent gjatë gjithë kohës të luftës deri në ditën e çlirimit. Nuk ka pas familje tjera. Ka pas individ ato këtu, sidomos do burra pleq, e ne jo I ri edhe pjesa e disa ushtarëve që po të mbet, po si familje në tërësi nuk ka pas, as nuk di që ka pas në këtë rreth kësaj dhe kogja fshatna më larg. Nuk ka qenë lehtë. Falenderoj secilit luftëtar, secilit ushtar që u kanë prezent tu, që kanë pas një kujdes hala ma të veçantë për familjen tam, se e kanë ditë që këtu po jeton një familje. Me Qoftë fëmijë, me fëmijë, pikrisht me fëmijë, se motra vogël ka qenë 2 vjeç, do të thotë kemi pasë fëmijë 2 vjeç, motra vogël ka qenë 2 vjeç, kja 3 vjetë të gjys, 5, do të thonë full fëmijë, 9 fëmijë na jemi. Unë jam ma I malli për 9 fëmijëve. Edhe ti në atë ku ke qenë fëmijëve. Po edhe unë vetë fëmijë, po thuj se, do të thotë, nuk ka qenë e lehtë, ka qenë rënon. Problemi ka qenë edhe mungesa ushqimit. S'kemi pas kushte, kemi mjetu si kemi mujt.
të shfrytzu çdo gjë të mbetur, qoftë lëpt me i mjel pak më shumë, vezët edhe të pulave të katunit me i mbledh, me mbjetu, me pas buk, mos me vdek uni, deri në ditën e fundit ku pasha besën e Zotit, atë ditë që kanë ecë forcat serbe pak para se me dalë, se zakonisht në tre gjysmë me mëngjesit kemi dalë gjithmonë për shtëpie na ushtarët, që në za shumë prita, e kishëm një rregull, nana më ka nalë, tha, gon, mos u vana shumë këshur bëna qare, se asë një kilë milën të shtëpia se kemi. Unë mendoj që ka qenë dita më e rëndë e gjithë luftës për mua. Po dashti Zoti, mramja nuk i ka prit ardhit që t'i ke. Edhe u çliru veni, sot na ka bëgu Zoti me ta në të mirat. Do më thonë ditën kur është liru vendi. Ditën kur është liru veni, Nonat ka thonë, as edhe një kilë milë nuk e kemi në shtëpi. Është një për momente më të rënda që unë e kujtoj pa marrë parasysh kohën e bombardimeve, kohën e gjanat ndryshme, do të thotë që kemi pas për ndjekje, vujtje, jemi mshehe, jemi ikë, natyrisht është kanë e pamundshme të rezistojmë përballë gjithë atyre forcave, ku kanë shku ushtarët, kanë shku edhe familja jam. Zakonisht si u liru pak një tro mundësia, pa u bo mramja jemi kthy në shtëpia të kallta, në podruma, e ku kemi mujt, kemi nejt, vetë 11 antar. Plus, ndërkohë na u kanë plotësu, do më thonë, na kanë ardhur edhe musafir, e kom pas dajnë e babës të plagosën, me 5 plagë në trup, e jemi kujdes, ka ardhur edhe një dhëndër i Agjës, edhe ai plagosën, me shoqe, me një 2 fëmijë. Pastaj kanë qenë edhe disa familjarë tjerë që në përpjekje për me u largu për i luftimeve, kanë met këtu të na, pra u plotësu, u banëm në qëtë lagje, muna me thonë, me gjithë pleqe krejt që kemi qenë me ushtare me krejt, jemi bon rreth 40 veta që kemi mbjetu dhe në ditën e çlirimit në këtë vend. E tani ata dojnë bukë, dojnë milë. e qysh ori më këmbët, në atë kohë, qysh, Mja sfidose. hëngrët bukë. Erë mramja, sigurum, u lëshon rrugët, u qelën rrugët, nuk e di të dhe ushtar, ju që kësë ma ka dhoni thesmil, tha se s'ka mo krizë, ma ka dhoni thesmil, dhe pse më ka ra gjatë kohës luftës, me ble 200 marka një thesmil, 20 marka një liter vaj, 20 marka një liter, se këta profiterat janë në vazhdimësi, ata me se s'presin me i shfrytzu këtë situatat, sidomos kur je mas ngushti me ta bo çmimin mas ma të madhin, mjerët ata për veti që e kanë shfrytzuar atë mundësi, po unë e kom blenë në gjatë luftës 200 marka një thesmil. Pa marrë parasysh se kom pas pushkën e kom mujt m'ja marrë me zër. Ja kom dho paret. E kom marrë, e kom betu me familje. Do të thotë, kanë qenë ditë vështira, por mbet me u kujtu me krenari, mbet me u kujtu çdo sakrificë jona, çdo vlerë jona, qoftë e familjes, qoftë e shoqënisë, qoftë sidomos e neve kategorisë të luftës, të ushtrisë të Kombëtarët të Kosovës, ku njerëz kanë pas qaq vlerë, kanë pas qaq trimni, qaq burrni, saqë edhe një armatë tërë jugoslave kemi bë të lashe. Sot mbi qatë sakrificë, sot po jetojmë të lirë, mbi qatë vlerë. Kur nuk do të mi harru, gjithmonë do të mi nderu, edhe nuk ka fjalë në fjalorin tonë në Shqip që mundet mi përkufizu vlerën e vërtet një luftëtari islëmtar. Për largoj vetën krejt, për djemët, qikat që i kom gjoftë gjatë kohës të luftës. E sot a keni kontakte me zvete, a jeni lidh prapa të kontakte? Pa si kemi këput asnjëherë, për asnjë kusht, për asnjë rrethon. Gjithmonë jemi bashkë. Çdo hall, çdo telash, çdo gjë, domethënë e ndajmë bashkë. Fatmirësisht
në rrethana krejt ndryshe, në rrethana krejt leta, kur kemi qenë në gjendje me nejt në krah njëri tjetrit, në via fronti, sot nuk diskutohet asgjë. Është ardhur një jetë pak më ndryshe, është më modeste, më e interesit, e ekonomisë, është krejtësisht e natyrshme, megjithatë vllaznia jonë si bashkëluftëtar asnjëherë nuk largohet, kurrë nuk ndryshon, edhe kemi me lanë amanet për brezat e ri, për fëmijët tanë, që ta nderojnë njëri tjetrin në soazat asaj se siç jemi nderuna, e siç kemi dashur të respektu e bashkëluftu me njëri tjetrin, domethënë krah për krah kundër një armiku gjakator. A gran, ç'është e shaq Kosovën e çliruar sot? Me të thonë drejtën, nuk kemi prit bashkë kështu. Natyrisht që se kemi prit lirin hiç, s'kemi pas asnjë ëndër që na një ditë të jemi si sot. Duhet me dalë edhe te ai moment ku pjesa dërmuese apo mundna me thonë të gjithë luftëtarët e ushtrisë kombëtare të Kosovës aksidentalisht janë gjallë. Derisa ti jeni vi fronti përballë një armiku me tonat armatim, na me do arme që i kemi bojt kom prej Shqipnije, djemt e qika tona, të i provu kom prej Shqipnije, në përbor, në përshi, në për ato majat thepitura, që sot droni me zi fluturon, ata kanë prujt edhe me gomar, armë, e jemi armatus, sa me dal me stagnua, me stopu një armik aq teger që fare kemi pas na. Edhe aq të fuqishëm. Fuqishëm natyrisht, ka qenë superfuqin në Evropë, e kemi shty kryna me armë të vogla, po Edhe menoj që na ka ndihmu pak edhe Zoti, jo pak po shumë, se këgja keni bo. edhe na ka ndihmu Zoti, edhe është çështja tjetër se na kemi pas tjetër vullnet. Ndrysh është me luftu ti për drejtat tua, ndrysh është me luftu dikush me ta marrë drejtën tonë. Tjetër vullnet kiti, e tjetër frikaj. Do të thotë, këtu barazohet aja. Prandaj kemi bo ma shumë se që duhet. Kemi bo diçka që në kushte normale, njëri pak kush mundet me bo, bili se di cili popull në këtë rajon kish mujt me bo sa kemi bo na. Do me thonë, ky është qëllimi se duhet mi krahasu këta. Na kemi pas vullnet mi rrut tokën tonë, shpinë tonë, familjen tonë. Jo ka të thuhet ai proverbi Amerikanë që njeri ka dhe veç sa ka pasuni. E ne kemi pas tokën tonë, pasunin tonë, shtu, ai s'ka pas kur gjo. Qofte e ka pas një autoblinda, një tankë, se të Serbit me mbrojt kryt e vetë, kur gjë s'ka pas për pjekjet e tina me kupu këtë vend, janë kanë panatyrshme. Prandaj edhe nuk është këtu sot. Se është luftu edhe na ka ndihmu edhe bota perëndimore, shtetet demokratike, kryeme shtetet e bashkuara të Amerikës, sot jetojmë të lirë, e kemi përndjek një armik gjakatar që e ka mush tokat në varre. Edhe jetojmë të lirë, natyrisht. Apo ja dim vlerën kësaj lirë. Mos ja di shumë, Kolektivisht. mos ja di shumë sot kemi a ditë nesër. Gjenerata e re që po vjen, më të vërtet është tepër koqësiente përballë asaj se në çfarë rrugësh ka ardhur liria, po me kohë kanë me kuptu. Inshallah kur nuk sfidohen, po nëse rastisht sfidohen kanë me pa mirë. Që ata që banën luftën, ata që luftuan për lirinë e tyne, janë vërtet herojt e vetë jetës tyne. Kjo është realitet. A ki në mesazh për ata që tentojnë me ullë figurën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës? Unë mendoj që janë veç përpjekjet kota, asnjëherë s'kanë me mujt me baltos. Historia e Kosovës është shkruar një herë, nuk rishkruhet më. Liria e popullit është pagu me gjakun më të njëjtë djemve dhe qikave të veni. Nuk ka nevojë me derë gjak më. Sot ka nevojë me punu, me u përvish punës, secilin punën e vet, detyrën e vet. Institucionet shtetërore duhet jenë vigjilente edhe meritokratike, që t'ju japin autoritet atyne që meritojnë
qoftë me shkollë, qoftë me dhuntit e veta, deri te ato inovative që duhet stimulohet sepse në shumë vende botës disa njerëz ma shumë bojnë nga dhuntit e lindura se nga aftësitë profesionale. Pra edhe këtu duhet me kanë vigjilent shteti, institucionet, me pa se kush është ai që çon vendin para. Mos numërojmë në vend, po të ecim e të bëjmë rrugtim të sigurt. Kemi falemnderues për gjithë miqtë tonë ndërkombëtar që na kanë ndihmu. Po duhet ta duam vetveten sepse djemt të ushtrisë ligjëtare të Kosovës dhe qikat e luftës nuk kena me i pas mo asnjëherë një jetë mundësinë me i nderu përveç këtyne që kanë gjallë. Thjesht ata që kanë vdek duhet përkulemi me dinitetshëm, por këta që janë gjallë dojnë nder, dojnë respekt edhe bën çka dush për ta, paguj sa dush, e gjoj fjalë të më të mira në fjalorin shqip, se ti vlerën e tyne nuk kemi mujt m'ja pagu le ma që s'ka me mujt asë një fjalë e ligë e tyne m'ja vlan shaj, s'munet, është e pamundshme. Janë të kota, thjesht kanë me marros veten edhe kanë me vdek me marrën e vetë, asë një gjatë tjetër. Asë një herë s'frigohna që dikush flet keq, pse më përdhos mua, përpiqet me mbaltos mua si luftëtari i shukës, se asë një herë, asë nuk mundet me mba, asë nuk ka me mujt me mba, asë nuk është e natyrës, nuk është njerëzore, nuk është etike, po duhet edhe më mbrojt me ligj. Këtë çështje duhet sa ma parë organizatat e veteranëve të luftës me bë shkrimin, me bë kërkesën pranë cili do kryeministër, cilës do president që tjetë, që mbrojtja e luftës të ushtrisë ligjëtare të Kosovës të jetë e mbrojtën me ligj, me kushtetutë. Ai që fyn vlerën mos oblime, ai duhet mund të shku me ligj, jo me thy krytu nëse luftetar pse po mshon Hajdarja Hyseni. Po ligji me u morr me ta, e unë s'kam punë pastaj. As nuk bëj vepër penale, po i punë jetës tame edhe di që i mbrohem me ligj, jo me mbrojt mu për të keq, as për shtramti, po për vlerën e gjithë luftës të ligjëtare të Kosovës dhe secilin person të saj, që atakohet me drejtim të gishtit pa drejt. Unë për këtë po thonë. A grënë e kam edhe një pyetje të fundit. Po no. A kena mujt me ja kthy edhe me ja vlerësu sa duhet juve që keni luftu për këtë vend? Nasi. S'po flas për shtetin këtë rast, se folëm ball, po na si njerëz, ajo kena vlerësu sa duhet. Fatkeqësisht jo. Fatkeqësisht nuk është do. As mjaftueshëm, as mirënjohja, as nderi, as respekti. Njerëzit janë si janë, secili ka gabimet e veta, po derisa s'ki mbrojtje ligjore, me ndërgjegje nuk mund runë kur gjë. 2 i kitë ndërgjegjëm, 20 pa ndërgjegje, përfiton gjithmonë ai që është shumicë, e meta demokracisë është numri, është, do thot, kur është shumicë, edhe ndodhin gjanat që ndodhin, do më thonë, nuk është bo me mjaftueshëm, na kanë në përkëmb, pastaj shfrytëzimi i emrit UÇK, në për interesa klanore, partijake, kjo ka dëmtu imazhin tonë, e ka dëmtu, nuk është dasht më përdor vlera luftës ligjëtare në për asnjë lloj interesi politik, përveç asaj që është dasht secila parti me mendu se çka mundet me bë më të mirën e mundshme për luftën e UÇK-s, çka mundet me bë për personelin e saj, për djemt, për qikat, për njerëz. Shkon 3 dekada po shkojnë pas lufte, asnjëherë në jetë, përveç juve si intervista që kemi dhënë në koshtarë, kush më pyet të shtëpia, a më thirr në telefon, më thonë, a ki nevojë diçka ti si luftëtar
Por kundrazi fatkeqësisht shumë herë edhe janë shkaluar. Nashta 20 veta në katun i thret e mu ja, se me mu këputën fjalë të ma shkurt. S'm ka thirrë për nevojë, e tani ndryshojnë, nashta ma tjetrin e ban një farë pazari, valla me mu s'munët. Prandaj edhe anashkalohem, prandaj edhe në përkëmbem, fatkeqësisht, si është dashtë më ndodhë kjo. Isha djemë të luftës, bashkëluhtetarët e mi, në përfshatna tjera, gjithandej Kosovës, që përpiqen me mbjetu në format ma të mira të mundshme, tu përdor veç veten e vet, jetët vetanake, pa përkraje institucionale, pa përkraje shtetnore, pa kujdes e pa mbrojtje ligjore, gjanat gabushme, gjana që na po kushtojnë, një ditë jam mbase i sigurt që ka ma ardhur një moment ku ky shteti joni, këto qevori, këto mekanizma shtetnor kanë me u përpjek me ngrit pej balte, pej vorrin një luftetar, mi thonë, te qes që tu, e ti thonë botës që ku e kam një luftetar, si s'kimi pase, përfundon jeta. Tani është vonë. Tani është vonë. Kemë gjallë edhe inshallah sa ma shumë njerëz kanë me ditë sakrificën që e keni bërë. Sidomos rinia, sidomos këta të pas luftës, kanë shumë pak njohuri. Edhe është të tresht, për shkak se as prindrit nuk i flasin. E vërtet, Kështu që shumë mirë e them.